Në kuadër të ditës së ndërkombëtare të punëtorëve, një protestë është mbajtur në shesh ku qytetarët, aktivistë dhe punonjës nga sektore të ndryshme kërkuan përmirësimin e kushteve të punës dhe trajtimin më të dinjitetshëm. Kërkesat e protestuesve ishin të shumta dhe të ndryshme, por ato përqendroheshin kryesisht te paga dhe respekti që ata meritojnë. Punonjësit e shëndetësisë u bën pjesë e kësaj proteste duke kërkuar më shumë dinjitet në punë. Ata theksuan se ndihen të nënvlerësuar dhe kërkuan kushte më të mira për të ofruar shërbime cilësore për qytetarët. Pjesëmarrësit e tjerë, veçanërisht ata që punojnë në fasoneri, kërkuan 40 orë pune në javë, paga më të denja dhe trajtim më të respektueshëm nga punëdhënësit. Ata nënvizuan në rëndësinë e kushteve të punës dhe mungesën e mbështetjeve nga autoritetet për kategoritë. Të shikojmë më shumë pagat e punonjësve. Trajtohen me dinjitet, prandaj jemi këtu për të kërkuar një pagë të mirëfill. Për punë, se ku të marrin në punë të flakin kështu në rrugë. Duam që të jetë paga normale. Kemi rrogat shumë të ulta. Ne pretendojmë që të hymë në Europë. Europa duhet të na pranojë, por duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë janë pikërisht dhënia e të drejtave të punonjësve. Një tjetër çështje që u ngrit në protestë ishte dhe siguria në punë. Aktivistët theksuan se aksidentet në vendin e punës janë një problem i madh. Sipas të dhënave, vetëm në vitin 2024, 33 punonjës humbën jetën nga mungesa e sigurisë në vendet e punës. Kjo situatë ka alarmuar qytetarët dhe ka nxitur kërkesa për ndryshim të menjëhershëm në legjislacionin që lidhet me sigurinë dhe mbrojtjen e jetës së punonjësve. Në këtë ditë të rëndësishme, qytetarët e Shqipërisë kërkuan një sistem më të drejtë dhe të barabartë punësimi, ku puna dhe angazhimi i tyre të vlerësohet siç duhet.